e apelimit kandiduan për deputetet, partisë. Gjykatësia që i dha masën kjo doktorit Sali Berishës me 2 emra dhe me çështjen në Greqi. Tash vettingu. Jo vetëm ky rast, por shumë raste tjera. Vettingu këtyre. Vetting skandalos që kë kanë dashur politika me kalu vettingu e kanë kalu. Edhe në policinë e shtetit, vettingu është farsë, është shumë e thjeshtë më valla. Një drejtor policie, qarku e ka rrogën maksimum 1.400.000 lekë vjetra. Me 3 apartamente. Me lokale, me restorante, me makinë 70.000 euro. Si boni lekët këtu më valla? Si boni, është shumë e thjeshtë. Është e thjeshtë fare, si boni lekët ky person? Është shumë e thjeshtë. Të skuptoj. Pse nuk i bëjmë një vetting të gjithë policisë së shtetit ku polës, nga i pari tek i fundit i shkrin gjithë. Dhe të vendosin ato që janë për të vendosur. Ata nuk futën hoqën testin e drogës o burse dolin 95% e policëve përdorës malli. Skandaloz. Se tu shashazhe edhe se i qetson, po euforia. Po. Është vërtet. Dhe heqim këta të antiterrorit e këta shefat e mëdhenj të infiltruar, neve jemi të detyruar të pim se infiltrohemi në grupe kriminale. Po vlla, infiltrohesh, po nuk thotë ai baronit, hajde mbushi hundët natë për natë, o vlla. Tash se na këta të bëjnë për budallenje. E pi tjetër një vit, po jo 1 kile në muaj. Skandaloz. A di kur është era e fundit që sekuestruar kokainë në portin e Durrësit? Kur? Para 3 vitesh. Që nuk ka kalu më? E kuptoj 3 vite në portin më të rëndësishëm të vendit. Pas ka kalu më, e çuditshme. Bravo. Policia s'ka kapur asnjëherë kokainë. 3 vite, imagjino. Deko në doset sa më gëzon ky fakt. Ta them sinqerisht, më gëzon dhe më jep shpresë. Pse? Po më jep shpresë që ka luftuar krimin në atë lloj forme sa ne nuk kemi më shtet eksportues apo importues i lëndëve narkotike. Skalojnë në rinës. Në portin e Durrësit. S'ka fare. Danimarka ka 200 vjet. Bulti e morë vesh ma. Danimarka 200 vjet që ka zhdukur gënjeshtën, ne 3 vjet që kemi zhdukur transportin. Kemi sekuestruar kontrabandën e mallit, a kupton, është të mërshme. Ky është turim, ky është për të uruar. O mret, e arritë vëlla. Bravo të qoftë ti e njishi. Nuk ka shanse domethënë. 3 vjet fare pa u kapur. Pa kapur si gjë. Si shpjegon? Në mendimet e mia, unë ta jap një shpjegim. Në momentin që unë shikoja te News 24 me qenë se ti këtu. Lajmin u kapën 2 ton kokainë kakavi. E di cili është mendimi i parë që më vita. Janë sakrifikuar 2 ton sa janë kaluar valla. Bravo. Kjo është. E di kush është mendimi i parë që më vjen në datën 1 janar, kush është i vdekur i parë valla. Kush është ai budall që do sakrifikohet në vet nga alkooli apo nga shpejtësia apo nga gjitha. Pres, e kam kështu domethënë. Kush është ky që do çohet për mirë tash edhe do paloset rrugës. Pyetja ime e fundit për ty valla është si e parashikon media në 5 vitet e fundit? 5 vitet të ardhshme. Çfarë do ndodhi me median? Mendoj që digitalizimi i medias, jo vetëm media tradicionale, pra televizori që kemi të gjithë në shtëpi, por media, si kjo e jotja këtu, kemi bashkë, diskutojmë, themi të vërtetën troç, janë dhe do bëhen më shumë faktor dhe në shërbim të qytetarëve se sa media tradicionale. Pse do thuash ti? Media tradicionale ka arritur në atë pikë, në atë fazë që pushteti, qeveria, nëse do të falimenton. Media biznesesh. Pa para nuk e mban dot në këmbë. Po. Ja punoj igli pa lek. Po. Dhe shpejt dolën dhe 2 vullnetar. Por nuk e mban dot, si mban dot 100 punonjës. Po. Dhe është e vështirë për tu menaxhuar. Ndërsa kjo media kaq e vogël, por kaq e madhe në thënien e vërtetës që keti këtu, në kaq pak metra katror, e ndërtuar me kaq tru dhe me emrin kaq të bukur Tru Podcast. Rroflla. Mund të jetë faktor më i madh nesër se sa ajo media tradicionale e cila është censuruar për të mos e thënë të vërtetën. Kur ne këtu themi të vërtetën, na ndjekin edhe njerëz të vërtetë, të cilët duan të thonë të vërtetën e tyre. Dhe ku ta thonë? Ta themi tek shpendit dhe tek igli. Po. Dhe mendoj që e ardhmja e medias në 5 vjeçarin e ardhshëm, mendoj që do kalojnë
në këtë variant, në këtë stat. Dhe do jetë gjitha online. Pra YouTube-i, Spotify, do jenë mediat më të ndjekura, më të shikuara, por nuk do ta shohim vetëm tek shikueshmëria, por edhe shikueshmëria ka atë presionin e saj ndaj autoriteteve, ndaj shtetit. Media tradicionale në përmendimin tim është në pikë të hallit, drejt fundit. Gazetat pothuajse janë mbyllur gjithë, që fillon nga media më tradicionale, s'kemi më gazeta, janë mbyllur gjithë. Po. Nuk lexoj më njëri gazetë. Televizionet kanë kaluar në reality show. Emisionet prime time shumë i bën për klikime. Po. Foli filani, mori intervistë filanin. Po. Ta thash, takova gjyshin e Jonadës, Avdijes, nuk e takova për të marrë intervistë për të marrë klikime, se mund të merrë mirë klikime nga intervistë, por takova për të zbardhur një të vërtetë, për ta ndihmuar. Kurse sot shohim një tendencë e mediave tradicionale që të marrin intervista vetëm për klikime, siç abuzuan në rastin e Martin Canit, që të cilët merrin intervistë prindërit e të ndjerë, të cilët ishin në pikë të hallit dhe donin të flisin, sepse kërkonin mbështetje dhe merrnin vetëm për klikime. Po. Në të gjitha mediat duke shkuar të shtëpi për të marrë për klikime, tani i bina njëri telefonit atyre. E intereson ndonjëri të vërtetë, shkon ndonjëri tek gjyqi kur ka gjyq për rastin e Martin Canit, asnjë. Vetëm për klikime dhe media tradicionale është shkatruar në atë aspekt. Sidomos emisionet e prime time-it. Dhe po abuzojmë shumë në këtë aspekt dhe njerëzit po e kuptojnë. Po e kuptojnë njerëzit. Nuk janë budallë njerëzit. Po e kuptojnë kur thuat e vërtetë. Shif feedback-un, shif mesazhet. Po të shohësh mesazhet, komentet e njerëzve, 90% i ke komente negative. I ke komente negative se pse e kanë kuptuar, janë bërë bajat. Më kupton? Dhe njerëzit do shkojnë aty ku është e duhura e vërteta, dhe e duhura e vërteta është një media reale dhe me trun kokë. E vogël, domethënë. Shikoj, që ti vendos pikat mbi kësaj që të tilla, e kam dëgjuar nga njerëz që kanë folur me atë blushin, me Ben Blushin. Që unë nuk është se kam një respekt për formimin e tij apo për filozofinë e tij tjetër, se ndryshe nuk, më thënë, nuk më pëlqen atë arroganca e tij, po ndoshta jemi të dy arrogantë dhe shtym njëri tjetrin. Por ka dhënë një shprehje shumë të bukur, valla. 3 vite të ardhshme ngrihen podcastet, vdes media tradicionale. Është vërtet. Lumë si ata që kanë hapur YouTube-in. Prandaj fuqizoi edhe te Top Channel-i, prandaj fuqizoi edhe te Euronews kur ishte. Është një nga faktikisht ai është një nga drejtuesit e mediave që kanë prioritet YouTube-it. Bravo qoftë. Ai ka qenë nga më eficientët, por mos të më i miri, se i mira është relative, ç'është e mirë për mua, s'është për ty apo anasjelltës, nga më eficientët valla. Ka qenë 5 hapa para. 5 hapa para, vizionar. Vizionar, e vërtet. U ka krijuar një monster atyre që televizionet nuk din ta përdorin YouTube-in. Se bëjnë video kanibale, vetëm hidh pisliqe, hidh, po s'është vetëm hidh, duhet edhe të mbledhit algoritmi. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse un kalova, sepse duhet ta, edhe kur e ke nat tjetrin ti duhet ta, më thënë Cezari Gjepi çajë Cezari. Në mendim jam, bravo ti. Qofse ai e thot një gjë të saktë, merri atë. S'ka blushi po. Bravo qoftë. Ka thonë një gjë, se është nuhatës, kanë 30 vjet në treg, sa e vjetën ka mund jetë, edhe ti ai kanë treg vlla. Ti shka duhet ta di. Dhe dyta nga censura valla. Jo nga censura se ti e di shumë mirë që unë nuk kam censuruar, nuk kam vajtur në çdo lloj te reporti. Ç'është vërtet thon këta, jo Don Carlo, jo Carlo Bolino, gjitha nuk din ndonjëherë kryetarët e reportit valla, të gash, nuk do flasësh për kët. Apo te Newsi, apo te Topi, apo te tjetri. Po është ajo që kur ti ndihesh i padëshiruar diku, si i padëshiruar valla, domethënë ti ftohesh aty për 1001 arsye se s'ka kush të vej tjetër, se nuk vjen ata të përballen, por ti ndihesh i padëshiruar, pa që nga sjellja e moderatorit, që nga sjellja e atyre të tjerëve që janë klani vetë të gjitha, ti je unë këtu më të vi për ça? Për ça po marr nga ty? Sharje. Se sharje është, domethënë po të futën 3 hiena. Të vendosin para një luana, valla. Tash flet njëri, flet tjetri, duhet i mbyllësh ata, pastaj do kalosh në personale, pastaj është energji e humbur. Të drejtë. Në fund ditës ne vetë dalim qinj. Edhe te debati që pata unë atëherë te News 24 valla, po mos sa kisha luajtur ndryshe siç e luajtë, do kisha dalun i keq. Agresori do kisha dalun. Si qëllimi ai ishte, ky është agresiv, ky është i pafajshëm, ky ëngjëlli. Po shkak se Zoti është shumë i madh, edhe ndodhin gjëra të tjera. A kupton shpenë kur je me drejtën e Zotit, që si ke tjetër të hak. Po realisht atë shruan kurthet që të vendosen. Dhe nuk më jepte më kënaqësi valla, pse nuk të jepte kënaqësi, sepse ti je duke folur, unë isha duke u marrë në telefon valla.
Edhe unë e preka telefonin 10 sekonda sa ti thoja tjetrës për thumbnailin. Shikoj. Po nuk të degenerova ty mendimin, ti duke folur më duke më parë si edhe unë duke luajtur Subway Surfer, s'është të mërshme, unë kam parë që kanë luajtur Subway Surfer. Po. Unë flisja më bëj pyetja, ajo lunta. Telefon. Të shi. Janë ca rregulla morale, etike, pune, profesionalizmi që unë po harxoj kohë për të ardhur ty, harxoj 20 minuta me ty, 30 minuta. Minimalisht duhet më respektosh. Si më respekton duke më parë në sy vlla, duke më dëgjuar, duke më konspektuar mendimin. Nëse Iglo, unë mendoj vlla që gazetaria shqiptare ka akoma shpresë vlla që ka djem si puna jote në qarkullim, edhe të ngjashëm me ty. Të thot vllai ti e di që unë sa mirë me komplimentet, s'di të bëj komplimente. E vlerësoj shumë. Po bravo qof vlla që ka çunan si puna jote që na jep shpresë vlla. Që nuk janë gjithë hala. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, domethënë në pikë të errësirës mjafton ti jesh vetëm një pishtar të bësh dritë vlla. Edhe ti e ke ndezur atë pishtarin tat. Një të pishtari duke bërë dritën tënde, si puna unë me avokatin Goxhe këtu e përdorin shumë shpesh të metaforën e milingonës. Fshati po digjet vlla, pylli po digjet, milingona aq ujë sa mban në kurriz dhe vetë i çon. Tu thosh se pika milingonës nuk bën asnjë lloj, po nuk bën, po ajo bën detyrën e vet vlla. Po nuk bën, po. Se ne të dy milingona jemi në raport me gigantin që është media apo shteti, po gjitha, domethënë 100 me bytha. Kur thotë hiqe e shkul, mbarova. Por duke mos hyrë njeriu në hak, duke mos bërë kompromentim lekësh me një band apo me një instancë tjetër që të blejnë, kemi të drejtën morale për medale dhe nuk kanë se çat na thonë se ton. Ky budallesh vëlla, ky as nuk blet as nuk shitet, relativizoje këtë koqën, na kupton. Hiqe se do dalin, do blejmë të tjerë. 1/3 ka fillu kontrata. Vazhdo kështu vëlla se tru podcastin e ke pas krave vëlla. Se jeta është shumë e gjatë, edhe nuk i diet. Më ke kënaqur sot në diskutim vëlla. U preka shumë edhe unë tek ajo pjesa kur fole për atë, nuk e di e vure re apo jo, po. I mbajtëm lotët me burrni, nuk qam, se burrat nuk qajnë. Kështu që të mirëpres sa herë të duash, je mirëpritur jashtë në shtëpinë tënde këtu vëlla. Je në shtëpinë tënde. Kështu që për çdo lloj gjë që ti do të flasësh ose ke dëshirë nuk po dëgjohet zëri jot për një temë që po relativizojmë pra si parashevia. Fshati digjet, parashevia krihet. Në qoftë se del në një fenomen tjetër që gjithë mediat merren me parashevia apo ka vdekur një fëmijë i vogël që këta nuk duan, hajde këtu vëlla bëj pa klikime, si do klikimet po thoya nxirr vetëm hetimin. Do të thënë siç e ke boti, nuk duan të bëj pyetje, të bëjmë të çajmë së bashku. Hajde thuaj të vërtetën sepse e meritoj unë vëlla, i pare ta di të vërtetën. Unë e meritoj i pare, pastaj populli e tjerë. Kështu që vëlla, të mirëpres në çdo lloj momenti që ti të ndihesh i lirshëm dhe ke kohë. E vlerësoj shumë dhe është hera parë që e kam ndjerë veten kaq të lirshëm në një diskutim, të flas me kaq vërtetësi dhe të kem përballë një person që unë diskutoj, që të flas kaq të lirshëm po aq sa unë dhe ta themi të vërtetën troç dhe të përgëzoj shumë për këtë iniciativë që ke nisur dhe e them prap ke goditur edhe me emrin siç ke emrin e podcastit, është dhe gjithë diskutimi dhe është çfarë ne nxjerrim. Pra, tru e vërteta dhe me tru e ndërtuar e gjitha. 4 mëngjesit më ka ardhur vëlla, 2 ditë para se ta nisja projektin. Deri në datën 20 kur ka qenë mandat 25-26? Deri në datën 26 neve ishte me emrin Handmade Podcast, meqense kemi bërë gjithë me dorë. A ke dëshmitar okular këtu? Me dorë, por me trurin në punë. Po handmade edhe po thoshë nuk më pëlqen, se është emër anglez. Nuk ngjit handmade tash, handmade do ishte për craft. Kur e pash për herë të parë vëlla, sa e lexova tru, thash pas e godit shpend. Bravo. Sa e lexova emrin tru pas e godit. Edhe kuptuan gjithë që është edhe me trurin, po edhe me të vërtetën. Është edhe tru dhe e vërteta. Kur flasim haptësi, themi të vërtetën, aq vetëm me përgjithësi vëlla. Me përgjithësi e vërtetë.